Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Aplikojeni në fytyrë çdo ditë maska me ujë orizi që zhduk rrudhat për një ditë. Për shekuj me radhë firmat japoneze kanë përfituar nga vetit mrekulliebërëse të orizit. Duke qenë se është i pasur me antioksidantë, orizi është një ndër përbërësit kryesor të maskave të fytyrës në lindjen e largët. Orizi është i pasur me antioksidantë të cilët parandalojnë shfaqjen e rrudhave dhe ngadalsojnë procesin e plakjes. Ai është përdorur gjithashtu në kulturën aziatike si medikament për të shëruar irritimet e lëkurës dhe trajtimin e akneve. Përmbajtja e lartë e acidit e linoleik dhe skualenës, antioksidantë të fortë, të cilët kanë aftësinë të stimulojnë prodhimin e kolagjenit në lëkurë, e bën orizin një përbërës kryesor në rutinën e kujdesit të lëkurës. Shumë njerëz nuk e dinë se ky ushqim ka aftësi të rikthejë rininë e lëkurës, veçanërisht të fytyrës dhe ta bëjë atë që të jetë më e butë dhe më e lëmuar. Ruajeni këtë recetë që ta keni për gjithmonë. Mielli i orizit është një përbërës i përdorur shpesh për trajtimin e rrudhave dhe pigmentin e lëkurës. Receta për pastrimin e fytyrës: ju duhet një lugë gjelle miell orizi bashkuar me 2 lugë gjelle kos. Zëvendësoni qumshtin pastrues për fytyrën. Përbërësit e maskës janë një lugë qumësht, një lugë mjalt, 2 lugë lëng orizi. Përgatitja: në një tenxhere me pak ujë të ftohtë hidhni 3 lugë oriz, vendoseni në zjarr dhe lëreni derisa orizi të fillojë dhe të zbutet. Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe kullojeni ujin veç nga orizi. Në ujin që gatuat orizin shtoni një lugë qumësht dhe një lugë mjalt. Pasi të jetë formuar një masë jo më likuide, aplikojeni në fytyrë. Rekomandohet një herë në javë. E bardha e vezës: e bardha e vezës është një përbërës natyral për një lëkurë të ashpër dhe të lëmuar. Ajo gjithashtu ndihmon për një lëkurë të irrituar. Merrni 2 ose 3 të bardha vezësh dhe vendoseni ato në lëkurë për 20 minuta pasi ta keni përzier. Aplikojeni ato në fytyrë dhe qafë. Një tjetër alternativë është që të bashkoni një lugë kos me një të bardhë veze. Aplikojeni përzierje në fytyrë dhe në qafë dhe e lini për 20 deri në 30 minuta para se ta lani. Mjalti: një tjetër produkt i dobishëm për trajtimin e lëkurës së irrituar është mjalti, i cili shërben si hidratues dhe antiplakje. Përzieni 2 deri në 3 lugë mjalt dhe disa pika lëng limoni dhe vaj ulliri. Aplikojeni ato në të gjithë fytyrën tuaj dhe në qafë dhe lëreni të thajë dhe më pas lajini me ujë të ngrohtë. Bëjeni këtë më shumë se një herë çdo ditë në mënyrë që të merrni rezultatet akoma dhe më të mira. Aloe vera: aloe vera është më e mira për një fytyrë pa rrudha dhe një lëkurë të fortë. Acidi malik në xhelin e aloe verës rrit elasticitetin e lëkurës tuaj dhe gjithashtu irritimin e saj. Përveç kësaj, është një krem natyral për lëkurën tuaj. Ndajeni xhelin nga një fletë aloe vera dhe shtypini ato në të gjithë fytyrën dhe qafën tuaj. Lëreni atë për 15 deri në 20 minuta dhe lani me ujë të vakët më pas. Bëjeni këtë disa herë çdo javë. Limoni: vitamina C në limon ndihmon në rigjenerimin e kolagjenit, duke shkaktuar kështu rivendosjen e fleksibilitetit në lëkurën tuaj. Gjithashtu limoni ka veti që ndihmojnë në forcimin e flokut, lëkurës dhe uljen e rrudhave dhe në shfaqjen e shenjave të ndryshme të parakohshme duke i parandaluar ato një herë në mirë. Merrni disa pika lëng limoni dhe lyeni ato butësisht në fytyrën dhe në qafën tuaj. Mbajeni 5 deri në 10 minuta dhe lani fytyrën tuaj me ujë. Sekreti i lëkurës së shëndetshme është i fshehur në zakonet e përditshme.
Nëse mësoni të kujdeseni për lëkurën tuaj me masazhet e fytyrës dhe përdorimin e sodës së bukës, ju mundet që të parandaloni rrudhat dhe pikat e lëkurës. Shpesh ndodh që në fakt, për shkak të stresit dhe të shprehive të gabuara, siç është ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj dritës së diellit, veprimi agresiv i agentëve të jashtëm, ushqimi i pasakt dhe mungesa e higjienës adekuate, lëkura fillon një proces plagë të hershme qelizore. A doni një lëkurë rrezatuese çdo ditë? Shkruani në një letër përbërësit e nevojshëm që ne do t'ju përmendim dhe procedurën për të bërë një krem të shkëlqyeshëm bazuar me këtë sodë të çmuar të bardhë, e cila është efektive në eliminimin e butë dhe të sigurt të papërsosmërive. Ju ndihmon të parandaloni dëmtimin e pariparueshëm të plakjes dhe moshës. Arsyeja kryesore pse ky operacion është i domosdoshëm duhet të gjendet në përbërjen fiziologjike të epidermës. Ju nuk mund ta dini se shtresa e jashtme e lëkurës, e quajtur korneumi, përbëhet nga një përqindje e mirë e ujit. Kur kjo e fundit është më e vogël se sa sasia optimale, shtresa sipërfaqësore e thekson humbjen e plasticitetit dhe elasticitetit të saj. Mekanizmi që rezulton ndryshon përbërësin e domosdoshëm të lipideve dhe prodhimin e glicerolit, duke bërë epidermën akoma dhe më të ndjeshme dhe më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Për të parandaluar probleme të lëkurës të tilla si për shembull poret, rrudhat e të tjerë, duhet të kujdeseni për lëkurën tuaj në një mënyrë krejtësisht të natyrshme. Metoda e pagabueshme është përdorimi i shpeshtë i bikarbonatit të natriumit, përzierë me produkte të tjera me origjinë natyrore, krijon një përzierje perfekte të mirëqenies dhe vitalitetit për lëkurën e fytyrës. Trajtimi i bazuar në bikarbonat për lëkurë delikate. Nëse ju keni lëkurë të ndjeshme dhe jashtëzakonisht delikate, krijoni një krem me bazë bikarbonat me shtimin e një vaji vegetal të tilla si i kokosit dhe vaj ëmbël bajame me vetiqe tosuese dhe hidratuese. Në një tas përzieni një lugë gjelle me një lugë gjelle sodë buke derisa të tretet një pastë trash. Aplikojeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni që të punojë për gjysmore. Më pas, kaloni një pambuk të thatë për të hequr yndyrat e tepërta dhe shpëlarje tërësisht me ujë të ngrohtë. Qumësht dhe sodë buke kundër rrudhave. Qumshti është një përbërës i natyrshëm me veti të shquara antioksiduese të përdorura në fushën e bukurisë si një ilaç rrimë këmbës i pasur me vitamina dhe minerale. I kombinuar me sodë buke, ajo krijon një krem të butë me një fuqi tepër të dyfisht, ndërsa rrit prodhimin e kolagjenit, lufton rrudhat e shprehjes. Aplikoni kremin në fytyrën tuaj dhe lëreni të veprojë për të paktën 30 minuta. Ju mundet ta përdorni erë të bardhën e vezëve në vend të qumshtit. Në këtë rast, përzieni një të bardhë vezë me një lugë gjelle sodë buke për të marrë një përzierje homogjene. Aplikojeni maskën në fytyrë duke këmbëngulur me lëvizje rrethore. Lëreni të paktën për gjysmore dhe pastaj lajeni me ujë të ftohtë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Mirë po, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.